Një vrasje me armëzjarri është regjistruar mbrëmjen e Sendis në Kurbinë. Policia informoi se rreth orës 22:10 në qytetin e Kurbinit është qetuar me armëzjarr në shtetasit IG alias IL alias IK alias IN rreth 40 vjeç. Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit Traumës por ka humbur jetën gjatë transportimit. Ndërkohë këtë premte, policia njoftoi se si rezultati i hetimeve intensive dhe profesionale të kryer nga grupi i posaçëm hetimor i përbërë nga ekspertë e strukturave territorisë vendorit policisë Lezhë dhe komisariat të policisë Kurbin. Në drejtimin e prokurorisë u bë mundur identifikimi i autorit kryesor dështuar të këtij krimi. Konkretisht u identifikua dhe u shpall në rrokim shtetasi S alias AS 40 vjeç banues në Laç. Nga verifikimet e rezultoi se 40 vjeçari ishte dënuar më parë me 5 vjet burgim për penale, kanosja për shkak të detyrës, si dhe ka precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu rezultoni i arrestuar në Belgjik për vjedhje për kapjen e 40 vjeçarit në ndihmën e policisë vendore angazhuar dhe shërbim të forcës kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër. Kontrollet vijnë intensivisht, ndërkaq hetimet vazhdojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe ndalimin e shtesave të tjerë që mundin të përfshihen në ngjarje. Materialet përshtyrale do t'i referohen prokurorisë për veprimet e mëtejshme.